Një fëmijë i mitur për 4 ditë me radhë është strehuar dhe ka fjetur në hapësirë të jashtme në ish shtëpinë e re të Mallrave në Tetov. Ai për 4 ditë radhazi deri sot është hetuar nga policia e Tetovës dhe ka qëndruar duke përballuar temperaturat e ulta në këto ditë të ftohta dimri. Ndërkaq sot në orët e paraditës, inspektorët e policisë së Tetovës kanë informuar edhe institucione tjera siç është Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale, të cilët erdhën në vendin e ngjarjes për të procesuar më tutje rastin deri në zgjidhjen përfundimtare ligjore. Fëmia sipas informacioneve ishte nga Kumanova, por gjatë tërë kohës vështirë ka komunikuar me policët dhe punëtorët social. Sipas procedurës ligjore, Qendra për Punë Sociale e Tetovës duhet të lajmërojë qendrën adekuate për punë sociale, në këtë rast qendrën e Kumanovës, që të merren me përkujdesin e të miturit, të bisedohet me prindërit e tij që të kthehet eventualisht në familje dhe në rastin më të keq të strehohet në ndonjë shtëpi strehimi për të mitur. Rastet të këtilla kohëve të fundit janë në rritje sipër, jo vetëm në Tetov, por edhe në qytete tjera të Maqedonisë Perëndimore, ku të miturit vinë si lypës. Në të shumtën e rasteve, këto të mitur kanë edhe persona të rritur që u marrin parat, veçanërisht gjatë muajve të verës, kur në qytetet tona vinë për pushime bashkë atetarët tanë që punojnë në shtetet të ndryshme evropiane. Ndërkohë, lidhur me këtë fenomen, qendrat për punë sociale duhet të rrisin kapacitetet e tyre profesionale në vazhdimsi dhe të jenë prezent në çdo rrugë të Tetovës, që të merren me të miturit lypës dhe kujdesen që ata të rriten në familjet e tyre, e jo në rrugë, sepse rruga prodhon narkoman, kryerës të veprave penale dhe sjellje tjera deviante. Prandaj edhe qytetarët duhet të jenë më vigjilent dhe kur të hetojnë raste të këtilla t'i paraqesin në policinë e Tetovës që të merren masa në kohë dhe të mos shohin fëmijë në kulmin e dimrit të flejë në rrugët dhe këndet e Tetovës.